Kemi përfunduar kështu dashumiq që sa i përket edicionit informativ për të ndarur tashmë në temën e parë të diskutimit për këtë mëngjes, ku do të flasim për një ngjarje artistike shumë të rëndësishme sa i përket 3 shteteve. Bëhet fjalë konkretisht për festivalin Mojsiu, një bashkëpunim mes Teatrit Kombëtar të Kosovës, Teatrit Kombëtar të Shqipërisë dhe gjithashtu Teatrit Shqiptar të Shkupit. Një marrëveshje e firmosur 4 vjet më parë, i organizuar si festival si fillim në Shkup, më pas në Tiranë dhe tashmë stafetën e ka marrë Kosova. Konkretisht Prishtina do të zhvillojë festivalin Mojsiu prej datës 22 deri në datën 27 nëntor. Do duhet të ndodhte vjet, por në fakt për shkak të një greve është postuar për këtë vit. Kemi kënaqësinë ditën e sotme të kemi në lidhje të drejtë për drejtë Kushtrim Sheremetin, drejtorin e Teatrit Kombëtar Kosovë. Mirëmëngjes Kushtrim, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Kënaqësi shumë të ndajmë këtë hapësirë së bashku në një moment që besoj është i rëndësishëm edhe për ju, sepse ky është edicioni i 3 dhe bëhet një rotacion mes Prishtinës, Shkupit dhe Tiranës. Çfarë do thotë realisht një projekt i tillë për ju? Realisht kemi fillu këtë iniciativë edhe kemi nënshkruar këtë marrëveshje një nga dakordimet fillestare që kemi pas ka qenë që të bëjmë gjithçka që të sigurohemi që të paktën një herë të kaloj rotacioni edhe të përfundoj Shkupi, Tirana edhe Prishtina si rrugë edhe si një mundësi edhe garanci që kjo nuk do të ndalë dhe do të vazhdoj për gjithmonë. Edhe jemi shumë të lumtur që nga sot do të fillojmë të presim miqtan gjithandej trojeve shqiptare të teatrove shqiptare nga Tirana, Korça, Kosivari, Tetova, Gjakova, Prizreni, Presheva, edhe që brenda një jave ta kemi një festë teatrore në Prishtinë. Edhe ne jemi shumë të lumtur Kushtrim që po mbahet ky festival, duke qenë se vitin që shkoi duhet organizohej në Prishtinë, por për shkak të një proteste u ndërprer festivali për të rikthyer këtë vit. Janë kapërcyer problemet që kanë qenë ekzistente, pra për sa kohë është rikthyer dhe festivali? Realisht festivali është spostu për një kohë tjetër kur planifikohet të organizohej vitin e kaluar, për shkak që kemi pas një grevë të aktorëve të Teatrit Kombëtar të Kosovës, që e kanë pezullu greven pastaj në mars, edhe tash po funksionojmë edhe po e vazhdojmë aty ku e kemi lënë realisht. Dhe na vjen mirë në fakt. Për sa kohë Kushtrim teatri është në rekonstruksion e sipër, ju gjen paksa të papërgatitur dhe duket që po bëni një sforco shumë të madhe për ta bërë këtë organizim në salla të tjera paralele, të cilat ndoshta nuk e kanë infrastrukturën e duhur për të mirëpritur shfaqje të mëdha. Sigurisht me bashkëpunimin e të gjithë trupave të tjera, duke qenë bashkëpunuese, kanë arritur të marrin pjesë në këtë festival. Natën e parë besoj do të vi Tirana edhe më pas qytetet e tjera. Sa e vështirë ka qenë për ju për ta organizuar? Realisht ka qenë e vështirë, por jemi këto 3 vite e gjysmë, jemi duke prodhu në hapësira tjera, për shkak që objektin e kemi në rekonstruksion, edhe gati që jemi bërë mjeshtër të improvizimit dhe sajime tjetave, kështu që na është kriju improvizimi sistem realisht. Por që jemi duke po gati, e kemi një salë të amfiteatrit që ne funksionojmë zakonisht, e kemi marrë një salë tjetër që besoj gjatë gjithë natës kanë qenë duke punuar, duke shëndruar në skenë teatri, edhe do ta bëjmë maksimumin që t'i presim edhe të realizojmë shfaqjet. Realisht këtë skenën e re që po e ndërtojmë tash, është skenë që ne kemi provuar më herët, e kemi pilotuar me një bashkëprodhim të Teatrit Kombëtar të Kosovës me teatro partnerit të Italisë, Slovenisë, Polonisë edhe të Maltës, që është The Best European Show dhe ka funksionu. Do të thonë, kemi pilotuar aty dhe kemi pa që funksionon për teatr. Edhe tash nuk është që kemi shumë hapësira përpos Shkupit, që e ka hapësirën si duhet të teatrit në Prishtina, Tirana. Po, sa ju ka bërë kjo që t'jeni ndoshta pak më shumë selektiva, po edhe të limituar në ato që mund t'jetë përzgjedhja e trupave që do të vinë në skenë? Konkretisht sa do të performojnë, sa trupa? 9 trupa do t'jenë brenda 5 dite, do më thonë, çdo ditë nga 2 shfaqje, përpos një ditë që do t'jetë një shfaqje, edhe me datën 27 do t'jetë ceremonia mbyllëse, një mbrëmje e ndarjes së çmimeve edhe si
si që thënë ju në Tiranë, Nata Gala. Nata Gala. Tani, Kushtrim, Tirana do të marrë pjesë me një shfaqje nga më të mirat që ka prodhuar vitet e fundit me Si ta doni, një shfaqje e Shakespeare me regji të John Blondell. Për sa kohë edhe unë vetë jam pjesëmarrës dhe kemi këtë komunikim së bashku këtë mëngjes. Do doja shumë të dija kush ishin anëtarët e jurisë që të kemi kohë të bëjmë atë punën tonë kërkuese më mbrapa. Faleminderit Flori, do e marrësh vesh edhe ti nesër. Sidomos me parantezën që bëri. Kush do merr stafetën vitin e ardhshëm? Kush do të jetë, le të themi, vendi që do ta mirëpres festivalin? Realisht, në logjikën e rotacionit duhet të jetë Shkupi, edhe ne do të fillojmë realisht përgatitjet qysh në përfundim të këtij edicioni. Unë sot e presë edhe mikun tim Indriti, nesër vjen edhe drejtori i teatrit shqiptar Shkup Ismeti, kështu që do ulemi dhe do të fillojmë diskutimet për edicionin e ardhshëm, por na lëni një herë ta përfundoj këtë të Prishtinës, se u bë shumë kohë për ta realizuar. Megjithatë, mos harrojmë që dy ministrit e kulturës të Prishtinës dhe Tiranës e kanë edhe një marrëveshje për bashkëpunim teatror, në të cilën janë marrë vesh që ta mbështesin edhe festivali Mojsiu, kështu që besoj që kjo dyshe do e shty përpara edhe Shkupin edhe teatrin tjerë. Edhe ne në fakt urojmë që ta ketë jetën sa më të gjatë. Kushtrim, falenderojmë shumë dhe ndjes për kohën që të morëm, duke qenë se dim që jeni në përgatitje e sipër, do të mirëprisni trupat ditën e sotme dhe keni shumë punë përpara. Faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit shumë. Mirupafshim, faleminderit shumë, Flori, shihemi pas ditës. Shihemi në Prishtinë.